Kryeministri mund të bëjë deklarata të bukura që duket sikur përpiqet ndihmojë Kosovën, por në fakt qëndrimi i praktik 13 vjeçar tregon vetëm shpërfillje të interesave themelore të Kosovës dhe bëll të referohemi idesë së lakuar shumë prej tij apo të artikuluar Ballkanit të hapur dhe tregon që ai nuk e di pse i bën këto, i bën për treguar po luan rolin e tij rajonal etj, por me Kosovën ka shumë borxhe. Edhe ato borxhe 13 vjeçare nuk mbyllemi deklaratë që shikoni rrugën tuaj dhe për të tregu indirekt dhe amerikanëve ja unë po përpiqem që Kurtin ta fos në rrugë që të pasigurisht kjo është, por nuk unë mendoj që kryeministri Ynës e Yni është tani i mirë i keq s'ka rëndësi, i ka prish marrëdhëniet shumë më keq me amerikanët dhe nuk i takon këtij që është i zhytur. A mendojnë që është vërtet që shumë mendoj mendoj. Departamenti i Shtetit e keni lexuar raporti fundit skandalos, jam bëma të kësaj qeverie, këtij kryeministri, nuk mund të kaloj. Pra ky që ka prishur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duket qartë as fare. Edhe fakti që shkojat janë në OKB këtë radhë, që ai s'le radhë pa bë fotografie me u duk kështu propagandë. Pra një person që është në marrëdhënie të tilla nuk mundet të japi mend edhe me aludime një person tjetër që ka probleme amerikan, po as pak në këtë shkallë që ka çështje më shumë po themi diplomatike se sa parimore lidhur me pastrimin e parave, trafikimin e lëndëve narkotike, lidhe me grupet kriminale që janë shumë serioze për një shtet. Qofse i shtet merret me këto aktivitete dhe ky kryeminist është amerikan ka përsërit vazhdimisht që është i përkushtuar për të luftuar terrorizmin, narkoterrorizmin, kudo që vinë dhe për bërje të paqes me forcë për drejtësi e për gjitha. Kështu që ky tani jep këshilla këtij, nuk i quaj hipokrite dhe i quaj diçka që vjen në kontradiktë të hapur me gjithë qëndrimin që ka Kosova. Përsërisit ai ka shumë borxhe ndaj Kosovës për bashkëpunimin me Kosovës dhe po të them vetëm një gjë tani, pa u futur tek kjo shumë. Përse ai nuk e angazhon Ministrinë e Jashtme shqiptare, përfshirë dhe veten e për të lobuar për njohjet e Kosovës? Në fakt ne pam një gjë tjetër në OKB. Se bën këtë gjë. Ne pam një gjë tjetër në OKB, ne pam që Ministria jonë e Jashtme së bashku me Presidentin e Republikës u ulën me Richard Grenellin. Po mirë, po pastaj. Për ça? Unë ma thuj në fakt se po të ashtu. Jo, mos ndërpres. Në lidhje me situatën patjetër edhe të Kosovës. Po për këtë që diskutuam, për këtë diskutuam. Situata duhet nuk është mirë e tjerë, do të Grenelli është përfaqësues special në çështje. Pra kjo është, domethënë ideja se si të rregullohet marrëdhënia e Kosovës me Shtetet e Bashkuara, e cila ka një dialog ndërprerë tani. Ka dhe fondet ndërprerë nga të ngrira, po themi nga BE-ja, po shikojmë. Për shembull, një gjë që Kurti, kushdo që thotë nuk mund ta kapërcej, është çështja e asociacionit komuna serbe. Edhe unë po t'isha në vend tit njëjtën gjë do bëja. Ju mund thonë shikoj se mund vi aleati prap strategjik amerikanë, do i thosha e ke gabim këtë gjë. Thjesht, aleati duhet thënë, atij që e ke mik duhet thënë gjërat. Nuk ka pse të mbulohet, me i thotë unë po e bëj, së mbyllur. Ka gjëra. Do të lëshoj diku tjetër, por për këtë. Kështu që në të mbledhje këto gjëra janë diskutuar, nuk di gjëra konkrete, s'ka dalë në komunikat, siç e di deri tani s'ka dalë. Kanë biseduar, kanë ndarë shqetësimet, kanë ndarë mënyrat se si mund të bëhet, çka ka drejtë, se unë jam i sigurt që nuk e di Spiropali, po jam i sigurt që presidenti i Kosovës sigurisht edhe ka mbështetur Albinin në disa çështje. Nuk ka qenë atje dhe nuk ka folur atje si një person i cili po përpiqet të rregullojë imazhin e Albin Kurtit pa i dhënë drejtë, sa i ka drejta, sigurisht disa qëndrime i ka drejta. Qartë. Mirë, zoti Sarova, unë të falenderoj shumë për ai në studio dhe për bisedën që bëm bashkë. Kënaqësi. Ishim me zotin Arjan Starova, folëm për aktualitetin politik, ngjarjet më të rëndësishme nga bota dhe zhvillimet mjaft të rëndësishme në Kosovë. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi në pjesën e tretë, pjesën sportive. Mirë, ja ku jemi rikthyer edhe në këtë pjesë të tretë këtu në aktualitet, në këndin hapësirën tonë sportive me të përhershmit Andi Xhihani, avokat,
trajner UEFA A, gjithashtu. Si gjithmonë, faleminderit ftesë. Faleminderit që ke ardhur. Revion Mekshi, trajner i ekipit të femrave të Teutës dhe video analist, përshëndetje, edhe urime për fitoren. Faleminderit. E nisët me këmbën e mbar. Mirë, përpara se të shkojmë tek futbolli femrave, do ta nisim me superioren, me ndeshjet më të forta të kësaj fundjave. Andi, po e nis me ty. Po. Çfarë të tregoi, po themi, fundjava në Abisnet Superiore? Atëherë, surpriza më e bukur e kësaj jave, pa diskutim që është fitoria e skuadrës së Bylisit, të Ballçit, me në krye trajneri Miren Ljosa. Një fitore bindëse 3-1 kundër një skuadre me emër shumë të madh, siç është skuadra e Partizanit. Po. Por që këtë fillim sezoni, me thënë të drejtën, po çedon goxha. Skuadra fitoria e Ballçit, siç e thash, për mendimin tim, është surpriza e javës pozitive. Po kemi pasur edhe surpriza të tjera, jo? Pa diskutim që po, është rikthimi i Dinamos në fitoren derbi me Tiranën, një derbi tradicional, një derbi i madh. Tirana Dinamo ka nxjerrë gjithmonë ndeshje të bukura dhe rezultate surprizë, por kjo ndeshje, pjesa e parë, me thënë të drejtën, ka qenë goxha e vagët, dhe pjesa e dytë është rritur ritmi. Dinamo ka shënuar 2 gola duke 2-0 pjesa e parë, por pjesa e dytë pastaj Tirana është munduar të rikthehet, është munduar të bëj lojën e vet dhe ka arritur të shënojë 1 gol. Duhet theksuar që edhe terreni ka qenë shumë i rënduar nga rreshtet e shiut dhe kjo ka ndikuar goxha në nivelin e kësaj ndeshje. Përpara se të shkojmë tek Elbasani Teuta, doja të pyes pak revion në lidhje me flamurtarin dhe Gnatian, një ndeshje e fortë ka mbështypje në Vlorë, në një stadium të rikonstruktuar, ëh? Po, e vërtet, një stadium modern, do të thoja, që i plotson të gjithë parametrat, ishte një spektakël në vete. Plus tifozëria bëri punën e vet dhe ishte një natë goxha e bukur për futbolldashësit, por fatikisht nuk i kënaqi rezultati skuadrën vlonjate dhe tifozërinë, por që ishte me të vërtet një natë edhe shiu bërit vetën, si thosh që por pa që stadiumi ishte mbushur plot në stadiumi plot. Fatikisht në djenin time ka qenë hyrje e lirë. Po, hyrje falës. Ka qenë falës, si ndeshje parë inauguruese. Por besoj, sepse Vlora ka tifozëri goxha të zjarrt, besoj që do jetë aty edhe në ndeshjet në vazhdim. Është një gjë i vlerësuar, një stadium modern në çdo qytet. E vërtetë është. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në Rogozhin me stadiumin e Ignatias, që aty përveç tifozërisë janë dhe femra të pranishme, familjar, me fëmijë, është një gjë evropiane bashkëkohore, do të thoja. Sa i takon rezultatit, po themi, ndoshta mund të kishte shkuar ndryshe? Atëherë, ndeshja ishte goxha e luftuar. Flamurtari e donte me patjetër fitoren, sepse pozitat që ka aktualisht janë shumë të rrezikuara. Por është ajo që kemi thënë fillim për Ignatian, që është e vështirë nga ndeshja në ndeshje ta kapësh aty, sepse ato e kanë boshtin, e kanë konceptin e lojës, identitetin e tyre dhe është e vështirë t'i ndalësh. Ato e kërkuan dhe e arritën rezultatin. Qartë. Sa i takon ndeshjes së fundit, Vllaznia Vora, një fitore për shkodranët. Do të thoja, Vllaznia e uli me këmbë tok pak Vorën. Okej, pas rezultateve pozitive e frenoi goxha. Mendoj që duhet ta kishte zgjidhur më shpejt Vllaznia, dyfishimin e rezultatit. Dhe pas 2-0 rezultatit 2-0 pati një vetë kënaqësi të lojtarëve të Vllaznisë, pati një tërheqje të vogël, por që Vllaznia po tregon nga ndeshja në ndeshje që është me meritë të kusht. Shumë e qartë. Tani për të vajtur te Teuta, meqense ju kemi edhe nga Durrësi. Një ndeshje Elbasani Teuta në Elbasan Arena, mos gaboj, po një ndeshje e cila nuk i shërbeu, po themi, as njërës edhe as tjetrës. Pra i lënë në pozita që atë pikët tashmë janë, Elbasani është me 11 pikë në vend të parë, po me 1 pikë diferencë nga Vllaznia dhe Ignatia, në kaq Teuta është në vend 5 me 7 pikë, po janë dy skuadra të tjera me 7 pikë. Atëherë, unë mendoj që kjo ndeshje tregoj edhe një herë që si Elbasani edhe Teuta janë ekipe vërtet serioze, ekipe vërtet
8 që e kanë marrë me shumë seriozitet këtë sezon të superiores dhe treguan goxha nivel. Teuta sidomos bëri një ndeshje në kuadrin e perfektes. Vetëm goli i mungoi në këtë ndeshje, ka sulmuar, ka dominuar në goditjen këndi, në goditjen port, në posedimin e topit dhe gjithçka. Dhe siç e thash, vetëm goli i ka munguar. Dhe për mendimin tim, në këtë ndeshje do dali më e kënaqur Elbasani që mori 1 pikë, sesa Teuta që për mendimin tim humbi 2 pikë. Po ishte vërtet një ndeshje e bukur, një ndeshje e luftuar dhe një vitrinë për superiorin. E kemi edhe në Po, patjetër, e kemi edhe në ekran. Në ekran. Ishte vërtet një ndeshje me ritëm. Po. Me ritëm dhe kjo tregon edhe nivelin dita ditës që po rritet dhe superiore dhe ajo që duhet të theksoj Egon është që ky vit nga vitet e tjera në kampionatin shqiptar po shënohen shumë gole. Po. Trajnerët nuk po mendojnë shumë të mbrohen, por po mendojnë më shumë të bëjnë lojë ofensive, lojë sulmuese për të rritur spektaklin dhe duke rritur spektaklin, duke shënuar gola, duke pasur ritëm dhe nivel, absolutisht dhe tifozëria shqiptare që është shumë futboldashëse do të afrohet nëpër stadiume, sepse kemi vërtet nevojë. Qartë. Për Teutën. Atëherë Me Elbasanin, po. Ishte një ndeshje shumë e ekuilibruar dhe goxha e luftuar nga të dyja skuadrat. Pati një dinamik të jashtëzakonshme si ndeshje. Ishte si thosh një përballje për kreun, por Teuta luajti më mirë se sa Elbasani, sepse e patën përgatit goxha mirë ndeshjen. E surprizuan pak Elbasanin me pressingun, nuk e lanë që të luante të lojën e vet. Kishin mundësi të dilnin me 3 pikë nga ndeshja. Qartë. Por futbolli ky është, madje edhe kemi një travers të Machollit, që është është këtu një pikë kyçe e lojës të Teutës. Duhet të them që ndan nga një pikë, por më të kënaqur besoj duhet të ishin ato ekipi Elbasanit për arsye se ishte më kërkuese Teuta. Nga java në javë po bëhet akoma më kërkuese për rezultatin. Egon, duhet të theksoj që e kam theksuar edhe në emision e kaluar, superioria shqiptare specifike. Që do thotë nuk është se ka një skuadër fikse që dominon. Qartë, është pak shumë si Premier Liga, që janë ja 4-5 skuadra. Shumë vërtet. Dhe po të shohësh deri në nditjen, skuadrat janë aty, Elbasani 11 pikë, Vllaznia 10, Egnatia 10, Dinamo 7. Mund të shohim edhe rezultatet Bylisi me këtë fitore 6 që është shumë pozitive për skuadrën e Bylisit dhe për trajnerin Mirel Josa që meriton absolutisht komplimente dhe është një nga trajnerët më të mëdhenj të historisë futbollit shqiptar, jo vetëm në këtë sezon normalisht, ka një eksperiencë të jashtëzakonshme. Partizani, Flamurtari dhe Tirana për momentin janë në një gërç. Qartë. Mund të shohim në ekran edhe rezultatet superiore dhe pastaj renditjen, po, shumë bukur, ja ku e kemi. Pra edhe një herë për të bërë një përmbledhje, Tirana Dinamo, derbi i kryeqytetit 1-2. Fitoria e Dinamos edhe e profesor Ilir Dajs, i cili rikthehet te fitoria, por siç e thash dhe në fillim, ishte një ndeshje e ekuilibruar. Një ndeshje e ekuilibruar dhe terreni ndikoi goxha për të pasur atë nivel që ne pretendojmë si nga Tirana dhe nga Dinamo. Tirana ka problematikën e vet që e kemi theksuar dhe herët e kaluara dhe shpresoj shumë që Tirana të rikthehet sepse është një emër shumë i madh i superiores dhe duhet të rikthehet. Ja ku kemi edhe Bylisi me Partizani, një fitore surprizë e bukur e Bylisit, e një tjetër trajneri mjaft të mirë siç është Mirel Josa, 3-1 në Ballsh. Elbasani Teuta 0-0 barazim pa gola. Flamurtari Egnatia në stadiumin Flamurtari në Vlorë, një humbje për vlonjatët 1-2 për kampionët në fuqi të Shqipërisë. Të rikthehen në Shina, rikthehen në rrugën e dur, rikthehen në rrugën që kanë 3 vite. Bukur. Dhe normalisht kjo, për mendimin tim, është dhe një shembull për gjithë presidentët e tjerë. Do të marrin shembull presidentin e Ignatias, pasi një projekt afatgjat të çonte rezultat. Dhe Vllaznia me Vorën, ndeshja e fundit 2-0 fitore për shkodranët pikërisht në Shkodër. Vllaznia e kemi thënë që është një nga ekipet kryesore dhe pretendentët kryesorë për këtë sezon, por pa diskutim që dhe Vora është ekip simpatik. Është ekip që është aty dhe ekip që do vazhdoj të bëjë surprizën. Jam i bindur që me trajnerin Arjan Bellaj dhe me grupin shumë simpatik lojtarëve që kanë brenda, do vazhdoj të bëjnë surprizën. Qartë. Tani. Doja të theksoj pak ke Bylis. Po. Është nga ndeshje në ndeshje. Mund ta rikthejmë edhe Bylisin. Po krijon një Bylis Partizani. Po krijon një identitet si ekip. Fal profesor Josës, siç e tha dhe Andi,
po krijon një identitet si ekip me ato lojtarët afrikanë të rinj që të rinj. Ato bën 2 vite faktikisht pjesa e ekipit, por po krijon një identitet të lojës si skuadër dhe me merit janë aty dhe besoj që do i afrohen, do jetë afër paktën ke 5 që e parë. Por se revioni javës tjetër Tauta Bylis. Po, patjetër. Do jetë fort, por besoj që do afrohet afër 5-shës. Do jetë kërcënim për 5-shën, mendoj unë këtë vit. Paktën me rezultate deri tanishme dhe me progresin. Jam plotësisht dakord. Është vërtet një skuadër shumë simpatike. Profesor Revioti, do nxjerrim edhe formacionin e javës, tani unë jam shumë kurioz që të di se kush janë lojtarët e përzgjedhur në 11 më të mirë të Superligës shqiptare për këtë javë. Në fakt ti ke disa emra. Po presim që të jetë edhe së bashku me ne në ekran që ta komentojmë. Shumë bukur. Okej. Atëherë është e gjitha fusha jote. Jepi. Atëherë ne mendum një modul 3-4-3 me një romb në mesfush që jo trajnerët nuk para se e përdorin shumë, por duke qenë karakteristikat e lojtarëve dhe jemi munduar t'i përshtasim. Jemi munduar t'i përshtasim dhe për më tepër duhet të them që janë lojtarë që meritonin të ishin formacion të javës për javën e 5. Atëherë fillojmë në port me Jana Çek të Elbasanit, sërish. Po, sërish. Vazhdon të jetë me performanca të mira. Rikonfirmohet, vazhdon të jetë në kryesim të renditjes. Dhe është një siguri për skuadrën e Elbasanit. Është kthyer në një pikë kyçe. Absolutisht. Për ekipin e Elbasanit, duke ndihmuar goxha. Po. Që të jenë të pagalueshëm. Për mendimin tim, Xhemaili i Ignatias prej javësh me performanca shumë të mira. Edhe javën e kaluar patëm një balotazh 2 javë të kaluar një për formacionin e javës. Gomes i Teutës bëri një ndeshje shumë perfekte. Si hyrje e re, zëvendçoi Kotobellin të dëmtuar dhe u paraqit shumë mirë. Azemovic për herë të dytë në formacionin e javës, lojtari që sezonin e vjetshëm i mungoi Elbasanit për rreth 1 vit dhe këtë vit është kthyer një pikë kyçe e mbrojtjes. Dua të theksoj te treshja mbrojtjes një specifik që patjetër që po vete re në këtë sezon janë për shembull të 3 lojtarët e mbrojtjes që ne kemi përzgjedhur janë dhe lojtarë shumë të mirë teknikisht me këmbë. Qartë. Që ne si trajnerë kuptojmë shumë mirë se sa e rëndësishme është në futbollin e sotëm të luash me këmbë dhe mbrojtësi. Qartë. Dhe kjo tregon të 3 futbollistët që janë aty meritojnë plotësisht sepse dinë të luajnë me këmbë, dinë të mbrojnë, po dinë edhe të qarkullojnë topin për skuadrat respektive. Qartë. Për vajtë mesfush tani? Në mesfush Maçolli, siç e theksuam dhe më përpara, është kthyer në pikë kyçe në shpërndarjen e lojës të Teutës, është bërë një rregullator i domosdoshëm për lojën e ekipit.